Kemi gati thoj. Përditje keqe. Shumë keqe. Është gjatë. Ha? Gati. Jemi gati. Mirë, atëre paraprakisht duke përshëndetur një mësë pari, do doja të bëjmë dje që nga informacionet e deri tashme që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me ecurinë e procesit zgjedhor këtu në Bashkinë e Ajmarës, mund të thuhet që ky proces është duke shkuar përgjithsisht normalisht, ashtu sikurse edhe ju e keni raportuar. Çështja që ka qenë objekti i diskutimit dhe i sjelljes në vëmendje nga ana juaj është ajo e vlefshmërisë së dokumenteve të identifikimit, por sikurse edhe më herët e kemi bërë me dije, kjo është një çështje që nuk ka të bëjë as pak në radhë parë me përgjegjësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por është një çështje që mbetet jashtë procesit zgjedhor në themelin e vet. Zoti Çelibashi, ashtu siç e përmendët ju, edhe ditën e sotme problemet me kartat e skaduara në procesin e votimit ka patur shumë dhe sipas somonës pretendon që janë 6.000 zgjedhës të cilët mund të privondet në sotme nga e drejta e tyre për të votuar. Ne kemi parë që në proceset zgjedhore ju keni një komunikim si institucion me Ministrinë e Brendshme. Pse në këtë rast nuk ka ndodhur kur nëse ekziston a priori 6.000 zgjedhës që mos ju jepet të drejta për të votuar? Është e vërtetë në fakt që janë rreth 6.000 votues, të cilët dokumenti i identifikimit ose u ka skaduar ose u skadon deri në ditën e sotme. Gjithashtu do duhet të them që gati po e njëjta shifër votuesish ka qenë dhe në zgjedhjet e kaluara, pra zgjedhës të cilët nuk kishin një dokument identifikimi të vlefshëm. Tani, përse për këto zgjedhje nuk u mor një vendim nga ana e Këshillit të Ministrave nëpërmjet një akti normativ për të zgjatur vlefshmërinë e kartave të identitetit, këtë unë sigurisht mund ta kuptoni, nuk mundet ta them, nuk është një çështje. Për komunikimin tuaj me Këshillin e Ministrave. Ne kemi bërë këtë komunikim se herë që edhe zyrtarisht ka patur një kërkesë nga partitë politike për këtë çështje, nuk e kemi patur këtë rast një komunikim të tillë zyrtar të themi nga partitë politike. E kemi patur në mënyrë informale ditët e fundit për hir të vërtetës, por në fund të fundit ngelet gjithmonë një çështje e cila është jashtë asaj sferës përgatitjes dhe vëmendjes që duhet të ketë institucioni KQZ-s. Ju zoti Çelibashi, Ministrisë së Brendshme ja keni dërguar një dokument apo një kërkesë që të marrë masat? Pra, pasi jeni i informuar nga partitë politike, qoftë edhe ditët e fundit. Pasi kemi parë që brenda një dite është saktuar data e zgjedhjeve nga KQZ-ja në Këshillin e Ministrave në Presidencë. Pse mos zgjidhet kjo problematikë ku ju privohet vota rreth 6.000 qytetarëve? Natyrisht është një çështje që mund të diskutohet dhe secili prej të interesuarve mund të ketë pikë vështrimin e vet në lidhje me këtë çështje. Ne nuk kemi patur një komunikim sot ditën e sotme me përfaqësues të qeverisë apo dhe të Ministrisë së Brendshme për këtë çështje, sepse nuk është se do kishte në një zgjidhje ditën e sotme. Kjo çështje, nëse konsiderojmë të tillë çështje, do duhet të ishte zgjidhur më parë, por nuk kemi pse të hezitojmë të themi që është një çështje që në fundit lidhet me interesin e vetë votuesve për të disponuar një dokument identifikimi. Janë ata të parë nëse që vlerësojnë që kanë apo nuk kanë interes për të patur një dokument identifikimi dhe pastaj autoritetet përgjegjëse shtetërore të cilat e ofrojnë këtë shërbim do duhet të përgjigjen këtij interesi. Dhe dyta, qëndron po kështu në një lloj mënyre edhe për partitë politike apo dhe subjekte të tjera të interesuara, me këtë që po them nuk jam duke u përpjekur që të shmang gravitetin as të problemit, po as edhe shkakun e problemit, por në fundit është një interes i cili më së pari lidhet me vetë votuesit, më së dyti me kandidatët dhe pjesëmarrësit e tjerë në garë.
A do t'ishte mirë nëse edhe për këto zgjedhje të kishim një vendimarrje nga ana e qeverisë për zgjatjen e vlefshmërisë? Këtë nuk dua ta komentoj. Ka pasur problematika të tjera veç rastit të kartave të identitetit në 36 qendrat e votimit, personat pa autorizuar që kanë qëndruar jashtë qendrat e votimit, ka ka konstatuar KQZ? Ka disa pretendime nga opozita në lidhje me këtë. Në përgjithësi procesi ka shkuar qetë, që do të thotë që ka patur raste kur janë evidentuar problematika, sikurse ju thatë, ne të paktën ne si KQZ kemi raportime për një qendër votimi ku ka patur personat pa autorizuar dhe është pretenduar që këta persona mbanin shënim votuesit që hynin dhe dilnin në qendër votimit. Ka ndërhyrë përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kjo situatë tashmë në dienin ton është zgjidhur. Kemi patur një incident në Lukov, nëse nuk gaboj, me përfaqësues të medias të cilat nuk janë lejuar të hynin në qendër votimit, të filmonin. Në Shqipëri, qoftë edhe për shkak të ligjit, është e lejueshme që përfaqësues të medias, gazetar, kameraman, operator të filmojnë në qendrat e votimit. Nëse ndonjë prej anëtarëve të Komisionit të Qendrës Votimit nuk ndihet komod me këtë gjë, do duhet lërë detyrën dhe të mos paraqitet në detyrë. Por media është e lirë për të filmuar lirshëm në ambientet e votimit. Një problematik tjetër tek shkolla këtu në qendrën e Shqipërisë ka qenë gjuha e përdorur nga ana e komisionerëve, të cilët flasin greqisht. Ka patur një debat mes dy qendrave të votimit që mes komisionerëve që nuk duhet të flasin greqisht me zgjedhësit, ndërkohë ato kanë vendosur veç që duhet të flasin si duhet. Si duan ata të me zgjedhësit, me vëzhguesit apo me çdo njeri që mund të hyjë në qendrën e votimit, ata të cilët janë të lejuar. Tani, komunikimi në institucionet publike shqiptare dhe komisionet e qendrave votimit dhe KZAZ edhe KQZ dhe çdo strukturë tjetër administrative që merr me procesin zgjedhor, ka detyrimin që të përdori gjuhën shqipe. Kjo është pak po e sigurt. Dhe me këtë gjuhë duhet të ndërtojnë komunikimin zyrtar ndërmjet tyre dhe me votuesit. Por te kësaj, nëse për një arsye ose për një tjetër, pa qëllime që kërkojnë të studojnë ligjin, dikush do të flasë në gjuhë tuaj, apo edhe këtë. Lidhur me incidenti që ka ndodhur në Lukov që ju e përmendët në fakt, nga komunikimet që unë kam me kolegun, pasi bëhet fjalë për një koleg të Euronews Albania që ka ndodhur problematika, situata në ato qendra votimi vijon të jetë e njëjtë. A do merren masa ndaj komisionerëve të tillë që nuk respektojnë një urdhër tuaj, por edhe thirrjet e vazhdueshme tuaja publike, apo do të mjaftohet vetëm me këto deklarata që juve bët sot? Ne përpiqemi ta zgjidhim këtë situatën. Nëse ata komisionerë vazhdojnë të mbajnë këtë qëndrim, do të thotë që kanë llogaritur dhe pasojat që ju vinë nga kjo sjellje e tyre. Bashkë në këtë fundit, meqense si komisioner ju ja lat përgjegjësinë qeverisë, po si ish deputet, a ju duket një proces i drejtë kur nuk votojnë 6.000 qytetarë, pa ju privohet e drejta? Se ju jeni zgjedhur deputet nga vota e qytetarëve, si do të ishte një garë elektorale ku qytetarët shkonin tek qendra e votimit dhe të ktheheshin më pas në shtëpi. Shiko, e thash edhe pak më parë se cili prej nesh nuk ke pikë vështrimin e vet për këtë çështje. Natyrisht, një zgjedhës i cili shkon sot për të votuar, paraprakisht mendoj që do duhet të shikoj dokumentin e identifikimit, do duhet ta themi këtë. Nëse ka dhe një gjë tjetër që duhet të themi, hajde ta themi edhe atë gjë tjetër që duhet të thënë. Por mbetet e rëndësishme që në ushtrimin e të drejtave tona si qytetar, dhe absolutisht nuk jam duke thënë që kjo është një përgjegjësi e qytetarëve, tash ne nuk duhet t'ia dim fare, sepse e kemi adresuar kur ka qenë rasti. Por mbetet të evidentojmë faktin që ti kur shkon në qendër votimit, gjë e parë që duhet verifikosh, ke apo s'ke dokument identifikimi. Dhe ke apo s'ke dokument identifikimi, verifikimi i kësaj është baraz me të verifikosh nëse ke një dokument identifikimi të vlefshëm apo nuk e ke një dokument të tillë. Zoti Celibashi, ne nuk po flasim për këtë situatë. Ne e dim se kur të kesh një dokument duhet ta kesh me afat dhe duhet të votosh me atë. Ne po flasim situatë ku ka ndodhur që Ministria e Brendshme ka nxjerrë një urdhër dhe kanë votuar në zgjedhjet e përgjithshme. Pse është më rëndësishme në zgjedhjet e përgjithshme që të bëhet ky vendim, ky urdhër, të ketë një komunikim mes institucioneve dhe pse që nga e parëndësishme për një bashki ku qytetarët mund të votojnë, jetojnë apo jo në Shqipëri, derisa ato janë shtetet shqiptare,
besoj që e kanë të drejtë për ta votuar, edhe me që është një numër i konsiderueshëm i tyre. Thjesht për të shuar të gjithë këtë që nuk ka një pretendim të paktën në këtu në Imar që nuk është bërë shtyrja për shkak se ata nuk jetojnë në Shqipëri dhe për këtë arsye nuk kanë bërë as renovimin e kartave të identitetit. Ta vazhdojmë të telefonikës. Sa bëhet i keni identifikuar qytetarët, bëhet fjalë për shqiptarë që jetojnë aktualisht në Imar apo ato që kanë ardhur normët e fundit nga Greqia? Këtë nuk di ta them sepse nuk e kemi këtë informacion, pasi të përfundoj procesi i votimit. Për fat pajisjet e identifikimit elektronik do na japin informacion më të plotë se sa është numri i këtyre qytetarëve të cilët kanë shkuar për të votuar dhe nuk kanë mundur të votojnë për shkak se dokumenti i tyre identifikimit është skaduar. Po për të kthyer tek pyetja e kolegës, më së pari besoj që të gjithë e kuptojmë që në qoftë institucionet që janë përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor, por edhe vetë votuesit do duhet të respektojnë kërkesat e ligjit. Kjo është pak e sigurt. Dhe nëse pranojmë këtë, çdo diskutim tjetër pastaj nuk mendoj që ka dobi. Diskutimi është jemi apo nuk jemi në përputhje me parashikimet e ligjit. Pastaj se çfarë mund të ishte bërë ndryshe, kjo është një çështje që gjithë secili prej nesh mund të japi komentet e veta dhe çdo pikë vështrimi mund të quhet e përligjur. Ndërkohë çdo gjë ne e gjejmë online, a do të ketë ndoshta ndonjë udhëzim për qytetarët që nuk kanë karta identiteti ose pasaporta të vlefshme, ndoshta të votojnë me certifikatat e lindjes për aq kohë sa shkarkohen direkt nga Albania? Kodi zgjedhor ka përcaktuar që ka vetëm 2 dokumente identifikimi të vlefshme, letër njoftimi dhe pasaport për jashtë shtetit. Kur e keni parashikuar që të mbyllet dhe numërimi, me që këtu shikojmë që janë ngritur 4 grupe numërimi, edhe janë duke parë parashikimet dhe të vitit të shkuar, janë rreth 40% të tyre votojnë zakonisht në Imar, por pak a shumë parashikohet të mbyllet përpara mëngjesit të ditës së nesërme? Po, besoj që në orët e para të mëngjesit do të jetë procesi i përfunduar, por ngelet për të parë gjithmonë. E rëndësishme është që në finale të respektohet afati ligjor, ora 22:00 e ditës tjetër. Nëse do të jetë mundur që antarët e grupeve të numërimit dhe Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor do të operoj më shpejt, është e mirë pritur për të gjithë. Keni marrë masën ndonjë grup numërimi apo komisioner lodhet? Po, ne kemi këtë komunikim në vazhdueshëm me përfaqësues të partive politike që eventualisht të marrin masa për ata antarë të grupeve të numërimit që realisht në fakt duhet ta pranojnë procesi i numërimit është një proces i lodhshëm dhe mënyra se si ne operojmë për të nxjerrë rezultatin, mendoj që nuk është ajo më e mira. Pajisjet elektronike të identifikimit e kaluan testin sepse ka pasur raportime për problematika apo dështoi me sukses? Unë jo vetëm nga informacionet që ne kemi në kohë reale që prej ditës së djeshme dhe sot nëpërmjet platformave të caktuara që ka ndërtuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk më rezulton asnjë problematik për PEN, por edhe nga çka kam parë nga raportime nga të tretë nuk rezulton që të ketë probleme me pajisjen e identifikimit elektronik. Zero deri tani. Faleminderit. Faleminderit.